Shpërthen sërish skandali në Big Brother VIP Albania. Rogerti sulmon Mateon dhe Selini me deklarata të rënda. Tensionet në shtëpi kanë dalë sërish jashtë kontrolli. Rogerti e nisi ditën me provokime të drejtpërdrejta ndaj Mateos. Teksa ky i fundit ndodhej pranë pishinës, Rogerti u drejtua me një deklaratë fyese. Vajzat e familjeve të pasura nuk të hedhin asë. Një koment që ndezi me njëherë situatën. Mateo reagoi duke theksuar se brenda shtëpisë ka treguar karakter dhe vlera, ndërsa akuzoi Rogertin për degradim në sjellje. Por përplasja nuk u ndal aty. Rogerti e çoi mëtej, duke thënë se me një si Mateo merren vetëm vajza, si Selin që nuk kanë lek jashtë. Pak më vonë, përplasja me Selinin shpërtheu drejt për drejt. Ai akuzoi se kërkon vetëm burra me para dhe se një lidhje brenda shtëpisë po e mban për interes loje. Deklarata të forta, të bëra më pak se 24 orë pasi ai kishte kërkuar falje për gjuhën e përdorur ndaj saj. Reagimi i Selinit ishte i menjëhershëm dhe po aq i ashpër. Ajo e quajti ordiner, ignorant dhe rrugaç, duke akuzuar për sulme ndaj emrit dhe figurës së saj. Debati përfshiu edhe përmendjen e familjes, duke e çuar situatën në një tjetër nivel tensioni. Kjo nuk është hera e parë që Rogerti vihet në qendër të kritikave për mënyrën e komunikimit. Edhe në spektaklin e së martës, ai u përball me reagime për gjuhën e rëndë të përdorur ndaj banorëve, sidomos ndaj Selinit. Me deklaratat e fundit, ai po forcon imazhin e një prej figurave më polemike të këtij sezoni. Qasja e tij konfrontuese po ndan publikun. Disa e shohin si lojë të fortë, të tjerë si tejkalim të kufive. Një gjë është e qartë. Klima në shtëpi është ndezur sërish, dhe Rogerti është në qendër të stuhisë. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.